për të dukur ti, për të krijuar një vëmendje, po kjo është me këst, nuk është e paqëllimshme, e kupton? Është enkas, se t'ishte një ditë tjetër, jam dakord që ta ngrinte si kaos këtë gjë. Po në një ditë kaotike që ne nuk dinim ku të fusnim kokën, ti këtë reagim e ke të kot. Je fiasko total, domethënë. Të gjitha. Përbën një fiasko totale. Të gjitha. Është si të thuash ti për Pashkë, ti nuk bëre ditën e Pashkës Pashkët, po do t'i bësh në ditën e Novruzit, ku di unë, o një gjë tjetër. A di sot mëngjes? A di çfarë ishte sot mëngjes? Që sa e ke fshi dhomën, apo pse si ke rregullu kravatet? Si? Më fal? Ose pse dhomën kush e ka rregullon çdo gjë? Jo, më lali rregullimi i kravatit është personal si që e ka pse më ku janë këtu në hotel. Kur i kam bërë gjitha. Ti e rregullon se ke edukatë dhe unë e kam timin. Se kam fare, unë nuk e kam, leqë nuk e kam ndjer kur dikush më ka rregullu mu kravatin, se unë sa zgjohem. Po, kjo është çështje edukate personale. Ti e ke tëndin në kravatin dhe unë e kam timin. Po të tjerë se kam pasur dhe këtë punën e kam bërë unë. Unë nuk bëj ato lloj gjonash. E njëjta gjë duhet më qenë edhe me pjatën. Sa herë zjena bashkë më merrti mu pjatën, jo se ta marrë se dua ta laj në lavastovile. Edhe të kursem ati laçi. Të kuptoj, po du me bëu dhe unë për vete siç e kam bëu gjithmonë. Po ta shplash shpuna e kursimit ta them unë. Nuk po ta them që e bë gabim. Është shumë mirë dhe e vlerësoj. Por po them që nëse gjithse kush do kujdesesh te për veten e vet dhe për gjërat nuk do krijojë kjo gjë. Në anglisht quhet clean after yourself. Në pastro, masi ke marrë punë vet. Pra, edhe vetëm për veten tate. Kështu që debatet e tilla të krijuara nga situata që janë të keq menaxhuara, nga kushdo që i jep urdhrat, pra që në rastin konkret është kryefermieri, edhe kryefermerët e mëparshëm, kushdo që e ka pas, le të themi, mund të ketë kriju situata të tilla. Pra nuk mundet kurrësi, do të gjitha këto duhet eliminohen vetëm duke tregu ti vlla, marrove punë, pastro tatën. Kaq, shumë e thjeshtë. U zgjove nga gjumi, rregullo kravatin tat. Leqë s'është nevoja me ta thoni kush. Nuk është nevoja me ta thon kush. Por me sa duket shumë gjëra neglizhohen. Neglizhohen, po bëren dhe enkas që të jetë të bjeri në qendër të vëmendjes. E kupton tani? Kjo më situatë me Erandin, sepse Big Mama sa herë që futet në kuzhinë, dorën zemër i qan gatimet, bravo i qof Biles, edhe ja di për faleminderit që kujdeset për atë lloj pjese. Po mënyra se si sillet kur i bëhet ato gjona është si me pas, a kupto, nuk e di, si me i pas lënë dorë një shtet, për me... Dakor, pra, po unë ja bura dhe lodhje sepse pati shpërtimin se u ngarkuan gjithë të gatuan dhe të lante erën, se nuk i bëri ajo tjetër. Në rregull, pra thuaj. Po kush ajo tjetër? Edhe prandaj ndërhyra unë. Po nuk e di fare me lërë, është keq menaxhim, është keq menaxhim. Nga e ka nga lodhja. Është keq menaxhim. Pra keq menaxhimi si edhe acarim, agravim. Nuk është i rastësishëm ky format që zbaton një hierarki. Sepse e ka si format që brenda do ketë hierarki. Pra kryeplak, kryefermer, fermer, fakir. Pra këtu zbatohet një hierarki. Dhe duhet të respektohet një hierarki. Por ndodh si në shtetet e tjera, që kur nuk të pëlqen menaxhimi, e proteston atë lloj pjese. Sepse nuk do ta bësh ti atë lloj pjese. Siç e ke protestoj, të protestoj kjo kryefermeri, jo të merret me individin. Unë ja protestova kryefermeres kur s'isha dakord. Kur po folim bashk pari jashtë, me atë e kishte, me kryefermerin. Atëherë mos më vin mua të më bjerim në qafe dhe të më... Po se filluan pastaj. Filluan, jo, pra. Ta unë, kur kisha revoltën e punëve, e pata me kryefermeren, sepse ishte mos menaxhimi i mirë. Dhe thash, nuk është e drejtë që po i ndal në këtë mënyrë dhe ta bëj këtë në formë revolte, as inati, as keqardashje, as gjë. Tjetër punë e kupton se kupton punë problem për të pastaj. Por ti, kur e shef që ty pas kanë rënë qap, se bëri dhe ajo këtë revolt dhe mos të merri me individin, se këtu i bie që ti po kërkon hapësira për të krijuar konflikt personal me të tërë. E kupton? Pra shumë bukur, po.
priti atëherë edhe ato, si që nxjerr ato gjërat e fëlliqura nga goja, prit dhe reagimi se unë nuk të përqafoj ty dot me atë zhargon aq të ulët që ke ti, je në një reality show, nuk ta përqafoj dot ty atë gjë, nuk ta duar trokas dot ty atë lloj mënyre të ulët. Detyrimisht më del fjala, e gjithë këtyre gjë më del fjala ordiner. Më del fjala ordinere. Po më del pra, se të shpresh, po të dalësh në ato. Po më del pra, më del, s'kam qa bëj. Ti më së shpresh. Gjuhë ordinere, ordinere ka fjalori zemra. E ka, dhe shpjegohet kush e përdor, ordineri do më thënë i normal. E kam zbutur unë madje. Po pra, po, Eli. Okej, e kam zbutur gjën. Kështu s'po ma thuti mua, do më thënë që ato që bën do të kthehem mbrapa, që ato po bisedoj edhe mbrapa, që erdhët ju. Po është shumë e logjikshme, shumë e kuptueshme, edhe ajo vetë si person, apo kupto. Pra ne them sa do na ka zgënjy ose më ka zgënjy kështu me veprimet e veta me këto, do më thënë lëret, po prap gjithmonë ta kam thënë që kam besim. Po qa besim, më falë, tani, çfarë kërkon kjo vajzë, do të uli veprimin e dikujt, duke marrë bajka, duke i vënë në tavolinë, ku është pastër ti ato? S'po flasim për të njëjtën person. S'po flasim për të njëjtën person. Po flasim për personin që u agravua si qas nga kisha bërë unë e nga splata. Po po flet tani. No, s'ka lidhje. Atëherë, s'ka lidhje, unë nuk e kuptoj. Atëherë, e ka lojën e vet, Nena. E ka, pra, po e ka të pisët, Lali. E ka jashtë, është gjuhë bullizuse ajo që përdor ajo. Është totalisht ofensive, ka shi kujto. Ajo thot, e kom pa këtu atë lloj gjuhë, edhe do e përdor. E ka parë, po e ka parë. E ka parë. Që ka bukur për atë dhe e aplikon atëherë. Ka dikush tjetër që gjykon këtë gjë. Unë s'jam këtu për ta pranuar atë lloj zhargoni, atë lloj gjuhë. Kurse si. S'kam se bie dakord me këtë lloj mendësie. S'ka lidhje me kurse si ti nuk mundesh ta pranosh pse? S'kam pse. Ti je zonjush, ama ti ke atitudin e zonjës. Tamam zonjë. Sepse nuk mund ta shoh. Por le të gjykojmë tjerët vetëm në kontekstin e lojës, në kuadrin e lojës. Nuk po du as me të zbut, as me bëhet. Jo, unë e zbutur jam, po unë ndje keqardhje për sotin, ndje keqardhje se sa poshtë bie njeriu. Keqardhje kemi ndjerë që... Pra, ndje keqardhje sa poshtë bie njeriu për të qenë pak në qendër të vëmendjes. Keqardhje kemi ndjerë që ditët e para. Është turp, domethënë është për të uluritur kjo gjë. Lali, kështu ka qenë që ditë të para. Dakord, pra, po vazhdon, domethënë janë bërë gjithë to gjëra, janë bërë. Kemi pasur lloje soje situatash dhe ti vazhdon me këtë lloj. Jepu fermerëve, lëni ujin ateli se nuk e meritojnë, jepu fermerëve ato që kërkojnë, apo kupto? Dakord, më dakord. Kërkojnë gjithë kështu shame ofendime, gjithë më se thash. Çfarë të bësh? Pastaj pjesa e shpikjeve, pastaj pse e bën, për çfarë arsye? Domethënë kur ti sajon dhe shpif diçka. Sepse shpifin gjithë. Shpif, kur shpif. Se shpifin gjithë. Unë nuk ka bërë vakime të shpifun diçka për njeriu që. Po kuptoj pra, po ti s'ke shpifur, ma çfarë. Se duhet të shpifun një gjë që nuk e ka dikush për çfarë. Është keqadashi ajo. Është keqadashi kur ti shpif, është e qëllimshme. Atëherë, është loj, dakord, më është loj. E bën për loj. E bën për loj. Mos harro se dikush. Ja ta shikojmë, se sa do fitoj nga kjo lloj me shpifje me intriga. Dikush dole me flamur, edhe disa dole me flamur me thonë që kjo është loj psikologjike, loj nervash, edhe tani le ta mbajnë. Simple, shumë e thjeshtë. Tu ke artë të kontribosh, më falë. Problemi është që ka kundërpërgjigje. Ke artë të kontribosh je në një fermë, ke artë të kontribosh për të bërë gjëra të mira, ku di unë të krahasisesh atë, të shkosh kujdeses për kafshët. Po se vetëm ajo më. Po për këtë ke artë ti, ky lloj formati, ky lloj reality show nuk është i një rangu tjetër që ti tani të më bëke mua këtë lloj sjellje që po më bën. Po kuptoj, po 2 herë bjen gongu ditën, gjatë ditës, gjatë 24 orësh. Edhe ato 2 herë e ma i ora 2 orë. Një orë, 2 orë, dakor. Po 4 orë, le të themi. Ka gjëra tjera. Si t'ja fuzim kot. Se sa se dim sa mahet, as se dim se s'kemi ora, po. Le të themi 4 orë.
Ka ngele dhe 20 orë tjera, Eli. Po më mirë, dakord. Atëherë ke zgjedhur ta bësh gjumë 10 orë, kurse si lojën tënde ta bazosh në këto gjëra të paqëna ose në shpifja apo në një gjuhë të ulët. Hajde lage. Mbaj përgjegjësitë tua. Mbaj ato përgjegjësi. Përballu, apo jo? Jo mbaj përgjegjësitë. Mbaj përgjegjësitë për çfarë ndjen nga goja. A di ku jam unë? A thua ti kështu është lojë, të luftë psikologjike. A di ku jam unë, jo të mbaj përgjegjësitë. Unë jam pritë mrapsh. Pritë mrapsh. Në qa kuptimi për... po këtë po them. Pritë mrapsh, se si që i ma bëtë. Atë përballu kur të tjetri nuk kur reagon ka shiteje. Po qa do ke do më thënë që ti të bësh... Mos ta kufizojmë vetëm në një rast, po kuptohem, po flas vetëm përgjithësi. Në gjitha. Po unë jam nga ato për shkakun që kam këtë situatën sot dhe të shkoj mbas një muaji po për të njëjtën situatë ti flas dikujt, nuk më pëlqen. U krijua kjo sot, do të ta përplas sot, do ta them sot. Nuk ka me mua majta zgjatas. Exactly. Ashtu dhe. Tashi, e kishte sot këtë lloj reagimi, sot do ta marrin nga mua. Okay. Pas një jave nuk ka çat marrim më. Okay. Ka thyer respektin, e ka thyer besimin, atë pak atë unë prap po ka nevojë për ndonjë gjë është keq, do të shkoj prap ta ndihmoj, por respektin e ka humbur komplet, domethënë në total. Ja kam thënë në fillim kur ka ardhur këtu, të lutem ki kujdes se po përdor fjalor kur irritohesh, nxjerr nga goja fjalën e fundit. Ki kujdes për veten tënde. Ja kam thënë me dashamirësi, se nuk e merr për bazë, okej. Nuk është problemi vetëm ke Linara. Këtu ka të bëjë me Big Bastën, do të ketë bëjë me Randi nesër, do ketë bëjë me Big Mamën, do ketë bëjë me kështu, do të nxjerrë në pa vetën për të përgjigjet për veten e vet. Që në ditët e para që sulmona me budalliqe, kështu që nuk ka lidhje, nuk është vetëm te njëri problemi. Ylli hedh flak gjithandej, është flak hedh si këtu. Lene, mëso ashtu fare ma. Unë atë se të gjoj do të fare më, sepse kam kuptuar që është njëri që kus nuk ka as një lloj situate dhe futet brenda situateve, është thjesht një flak hedhës. Lene, mëso, jo flak hedhës, po thjesht është... Po di unë. është një gjo, nuk dua s'ta komentoj. Po jo, pra, edhe kështu që s'merren fare me yllin, se problemi ti se për qa ndërhyrën se për qa bën është shumë kot, domethënë, në ndërhyrjet e tij. Tani po themi se s'do merremi edhe ti prapë vazhdoje. Po themi se s'do merremi ti prapë komentoj. Jo, do ta vazhdoj ta them deri në fund. Po çoje deri në fund, po unë vetëm do ta bëj me kokën. Kurse kjo ka keqadashje. Zemra, brenda saj unë shoh një keqadashje shumë të madhe. Në herë gjonat janë më të thjeshta, o Eli, po ja, ka një mlef ajo brenda që nuk di ku do ta çojë atë gjë. Inshallah se ka dhe jashtë në jetën e saj reale. Pa lepra ta që po them, mos nuk e di. Këtu në loj ka mlef, njerëzit që lozin me mlef dalin vet, ju përplaset vet gjëja, domethënë në gjithë situatat. Është keq për të. Është lojë, ti mos u streso. Jo, më po presur lojë. Ti mos u streso. Po jo, me stresohem. Stresohem. Thjesht më vjen keq që pse të ndodhin këto gjëra budalliqe, për budalliqe, sepse ram në konsensus të përbashkët për hir të situatës që ishte dje të lodhjes që kishim kaq të madhe që punën do t'i bënim sot. Tani për çfarë ti po nxjerr këto kauza koti, po rebelohesh kot? Kush merret me të vetat? Është pak e stisur gjëja. Me pra mirë, po kur gjithse, po kuptoj pra, normal. Është e stisur, totalisht. Eli, kur gjithse kush merret me të vetat, si me pjatën e vet. Po mi me kemi thënë këta. E morë edhe i pjatë. E kemi thënë, por ja që ditët e fundit nuk e zbatoi njëri. Si me servisin e vet, me pirujnë të thikat e lugët, atëherë edhe lodhja është më minimale. E kemi thënë, e kemi bërë, pastaj e kemi çbërë dhe është krijuar kjo që është krijuar. E kupton tash? Ja, shifi këto këtu për shembull, po ti hapësh ti këto të treja koshat, gjithsesi kush ka hull lloj gjonash te këto tre koshat. Është me figurë, mo ta ka bë me të modha aty letër, plastik, alumin, dhe prap nuk e konceptojnë dot Eli.
Po e ka bërë pra, po e ka bërë, po brenda në kosh aty ke lloj gjërash. Po pra, po tash ç'a? E thon pastaj ti nuk kujdesesh për ato. Kupton ti tash sa ulet atë ti nuk kujdesesh. Jo, sepse e di pse ta them unë ty në mënyrën, për shembull ti, meqense ke marrë si kaos, këto ti duhet të rri gjithë kohë sa ty të merresh me këtë punë të marrësh. Jo, më ti mor penat e tjerëve, unë tash edhe ti mor xhamat vetë. Ja pra kom qesën aty çelçet, e kom qesën aty. Po ndonjëherë është aty, ndonjëherë s'është bazë. Po tash ç'do të më lati kurse kam unë aty që se kom nxjerr qesën për çelçen, atëherë dikush le ta mori qesën le të theme. Në herësh aty, në herësh është aty. A mund mëse është shkruar me të madhe me Eli aty? Po me këta njerëz, du të shkosh nga mrapa për kauzën tënde, po them. Më vjen keq, ja kom shpjeguar një herë, po s'do rriun tash unë, se më, a kuptot, vej dorezat unë të kontrolloj plerat. Nuk po them ti, atëherë, ti e ke thënë 2-3 herë, po nuk e thua për ditë këtë gjë. Nëse është kaos, ti duhet ta lobosh për ditë këtë gjë. E kupton? Ju lutem, do t'ja shpifësh, duhet t'ja lodhësh veshit. Ju lutem, qelqit, duhet t'a bësh si që për kryefermer, si që thua roli kryefermeri. Po s'jam kryefermer, kur t'jem kryefermer du t'a lobëj. Po t'a bëj një krahasim, si që thua që qa duhet bëj kryefermeri, ti në këtë rast, me qënë se ke kauzën të, duhet t'a lobosh për ditë, t'ja u bërtasësh ke veshi, që t'ju bëhet e shëmtuar deri në atë pikë që mos t'a harrojnë më. Të kuptoj, po nuk do ju lutem ato shishet, ju lutem këto këshu, ju lutem këto këshu, duhet t'jetë mëngjes treg dark kjo gjëja. Eli. Nëse e konsideron si kaos, nëse e konsideron e thash një herë, po nuk më të qoj njeri, atëherë është e kot. Kur jam këtu prezent, e shikoj atë gjë patjetër që ja them, siç kom thënë Andreas kur ishte kryefermer, se deshte me udhë aluminin aty e thash, "No, alumini ta alumini." E ku është ta? Edhe lexoj, po këtu që. Nuk mjafton pra kjo. Je duke ngrënë bukë, fole. Je ke kuzhina fole, je atje te sfida, ishim duke pyrë këto fole këtë gjë. Po s'do marrim përgjegjësi për se si duan me dal figurat e tjerëve. Tani unë po të them se si do bëja unë në rast se kisha një kaos time. Pastaj se si vepron është për ty. Kauzat e mia unë i lufstoj vetë individualisht. Sidomos në këtë rastin e riciklimit. Po këtu jemi në bashkësi. Po jetojmë në bashkësi. Jemi në bashkësi kur intereso bashkësisë. Unë kam kauzën time të luftoj këto sjellje e shëmtuar. E njëjta edhe për mua. Ka bullizimin dhe këto nuk i dua. Kjo edhe kam lobuar këtu, sa kam ardhur kundra asaj jam. E njëjta edhe për mua, kështu që edhe unë kam atë kauzë. Të sa kauza bashkohemi, të sa kauza nuk bashkohemi dot. Shumë e thjeshtë. Kurse kjo e sendeve, duhet për ditë t'jesh aty t'ja u bësh si çekiç. Tani ka dy opsione dhe kjo e sendeve. Se të këto bullizime dhe këto ADD është pjesë e karakterit. Jam shumë dakord, edhe kush e ka karakterin e pastër, kush e do një vend të pastër moralisht, e vërtet atë lloj gjë. Tani, por nuk është e shkruajtur me mas i vend. Ajo lloj pjese. Kurse këtu, po të vje edhe me figurë, edhe me shkrim të madh, a kupto? Edhe, do të thënë, logjika. Mirë, pra, mirë, si të qotë tash, që të viju nga mrapa te, më falë që për të marrë shembull, po të viju nga mrapa te tani aty gjithë kohë, se të themja hudha aty, me thënë të drejtën, kur shikoj qese aty e di qa bëj, jo. I mbledh i qoj gjitha ke qelqet, o ke lavamani që lijen aty në cep, në rregull pra. Ose kështu nuk bëj atë ga. Tani, po them, është nëse normale, i kemi kamerat gjithë kohës te koka, po na shikojnë edhe kur i bëjmë, kjo është gjëja më minimale për në jetën e jashtme. Jashtë kësaj ferme, është e domosdoshme, sepse jemi një vend që ka një histeri kolektive, edhe kam pa dhe njerëz që vinë nga jashtë, që i zbatojnë andej se ka penalizime, ka gjoba, ka gjona, i zbatojnë andej dhe vinë këtu, gjujnë qeset nga makina, gjujnë qeset nga balkone, kemi diskutu. Gjujnë qeset nga balkone, ajo po na helmon çdo ditë. Dhe ne këtu, falë Zotit, i kemi kamerat gjithat e koka, dhe gjithë shqiptarët e shikojnë atë lloj gjëje. Dhe e gjykojnë pastaj sipas mënyrës se vetë ka dhe roba, po se boni ky s'do e bëj asun. Kjo është gabimi i madh pastaj. Përderisa se bëj ai pse ta bëj unë. Kjo është pastaj, sepse gjithmonë them, ndryshime nis nga vetja. Po normal, po atëherë ti do ta nisësh ndryshimin nga vetja, nisë këtu me këta njerëz që janë këtu në fermë, se jashtë nuk e dim ne ç'a bëhet to 3 muaj, 4 muaj. Nga vetja ime e kam filluar ndryshimin me kohë.
A kuptoj dhe ndryshimin unë e bëj po nuk mjafton vetëm vetja. Kjo nuk do të thotë që unë dhe ti ke këtë jap shumë, unë ke vetja ime. Unë duke bërtitur diçka, pretendoj që t'jap diçka nga vetja. Prandaj po them ty, duke bërtitur ti për këtë gjë, pretendon që do japësh diçka nga vetja, se nuk ta çan zemër njëri pas. Kur e bërtet ti, e kur e bërtas unë, ne jemi budallë, jemi histerik. S'ka problem. Atëherë, më fal. Hedhja e kashtës në shtëpi, më fal tani. Ose qoftë edhe një ndotje tjetër, do marri bajgat nesër do t'jeti në shtëpi. A është një veprim ordiner? A e ke pyet njëherë pse e bëne? Nuk më duhet fare. Nuk më duhet fare. Është veprim ordiner? Se unë e kom pyet për është veprim ordiner dhe unë do ta bërtas në gjën. Ti moj zonjë që pretendon që je pastër, ke ti që je erdhe këtu dhe gjasme po bën punë që okej, ka bërë ato që ka bërë. A e ke pyet njëherë pse e bëne? Ku e tregon pastërtinë duke bërë një veprim ordiner? A e ke pyet njëherë pse e bëne? Ka bërë për të qenë në lojë, për qendër vëmendjes, për të bërë një zhurmë, se ju vjen një kot. Pse e bëre? E ja çfarë shpjegimit ka dhënë ty ta zon? Si? Çfarë shpjegimit është dhënë ty? A do me ditë? Po. Po mos qesh. Po mos ka më. Se unë kom qesh dhe edhe ajo ka qesh. Po. Sepse i duhet shtëpisë një pastrim general komplet. S'ka të fare. Pse duke bërë ato ti nuk pastron dot shtëpinë pa vënë ato bajgat? Atë lloj përgjigje më ka dhënë. Tani të vësh kashtën aty që kashta është e mbetur aty. Futet brenda në koltuqe, nuk e pastron dot koltukun zemra. Gjykoje jo të drejtë sa dush. Pastrohet dërrasa, po nuk pastrohet brenda dot koltuku se koltuku i bie të prishet. Se si e gjykojmë është gjë tjetër. Është fiasko totalisht kjo lloj gjëja, domethënë. Pastrimi gjeneral, pse si thua dot kryefermeri ti, e ndi veten që këtu ka pislik, të lutem të bëhet kjo gjë? Nise pastrimin gjeneral që nga vetja jote ke krevati jote, lëviza të krevat në njerë, ose hajde pastro njerë këtu këpucët, ose shko mere atë të meri mangave, dhe lë boje ke kryefermeri. Kur do ta bëjmë atë pastrimin gjeneral? Apo ti duke marrë bajga ti, duke na ndyrur neve, duke na fëlliqur, pastaj do kujtohesh që do bësh ka pastrimi gjeneral, pa jo di shumë mirë sa gjëra kemi për të bërë neve këtu gjatë ditës. Ko për këtë, ko për atë, prandaj dhe njeriu nervozohet edhe fillon bëhet nervik dhe nxjerr një fjalë më tepër nga goja. Tash kjo përqeshur është që thotë. Prandaj dhe faj absolutisht. Është kontradiktore. Faj absolutisht është keq menaxhimi. Po keq menaxhimi anko. Rebelo ndaj menaxhimit. Mos u rebelo ndaj të gjithëve aty individit. Në personalisht. Se u ngrit Frederiku që të fshite kashtën se kishte bërë zoja. Jo, i qëlloj Frederiku që u ngrit i parë. Prandaj po them, u ngrit ai i pari, me që ngrit i pari e bëri ai, po nuk është kështu. Tani. Hajde, do vish. Ose jam në dakord unë kur ti gjithto ose gjithë secili nga ne ja ka shprehur këtë dhimbje ta zëme që kanë bërë punë të shtëpisë kaq të madhe kryefermeri dhe kryefermeri nuk të ka dëgjuar ti dhe mblidhen të tërë bashk, kërkoj mendimin tënd ajo ose timin? Eli, ja një minutë. Dje kanë qenë të pishinat. Për këtë gjë? Dje kanë qenë të pishina. Të lutem tani ishe ke ky muhabet. Kërkoj mendim, me që ajo e bëri se do pastrimin general, me kë u konsultua? U konsultua me Linarën, u konsultua me Big Buster, me këtë, me atë, me të gjithë fermerët njerë, nëse ishi dakord, e mendoj vetë, atëherë ti mbaj pasojat vetë, për atë pislik, për atë veprim ordiner që ka kryer.